Kryetari i Strugës Ramis Merko dëgjoi gjykimin rreth lëndës që zhvilloi kundër tij para gjykatës themelore në Strugë, në të cilën akuzohet për punë jo të ndërgjegjshme në shërbim dhe parregullsi gjatë emërimit të ushtruesve të detyrës drejtor të shkollave fillore në fshatrat e Strugës, Labunisht, Radolisht dhe Botgorc. Merko për këtë u dënua me 10.000 euro. Sipas gjykatës nuk ka bazë për vendim me burg efektiv. Arsye për këtë, sipas gjykatësit Jordan Jovanov, është se Merko deri tani nuk është dënuar për asnjë vepër dhe kjo për të akuzuarin paraqet rrethana lehtësuese. Tije olesnitelni okolnosti, zemeni во склоп со она што мислам фактот дека досега обвинетиот не е осудуван, значи ова фактички ќе му биде прва осуда, водат кон тоа судот да се одлучи за наместо да утврди некоја казна од оние потешките казна затвор и така натаму. Gjykatësi tha se zbrastirën ligjore, gjykata e ka gjetur në faktin se Merko nuk ka qenë propozuesi drejt për drejt, por kandidat për drejtor janë marrë në pyetje në një bord, veprimet e të cilit nuk janë saktësuar nga organi i akuzës, ku drejtuesit janë pyetur nëse duan ose jo të drejtojnë institucionin. И видовме дека не е само едно училиште во прашање, него се повеќе веде директори и повеќе пати. Едно лице дури и 6 пати. Видовме едно по друго. Без за тоа да имаме некое посебно одобрение, освен како што кажав, некој општо одговор од Министерството за образование и наука кој што вели применете го законот кој што пак предвидува и прво да го примените основно образование и потоа да објавите конкурс. Kundër Merkos në gjykatën themelore në Strugë është zhvilluar edhe akuza për emërimin e një drejtori në shkollën Vllezërit Miladinov, e cila po ashtu është në fazën përfundimtare dhe vendimi pritet muajin e ardhshëm. Gjykatësi Jovanov gjithashtu ka caktuar seancë dëgjimore për muajin e ardhshëm për rastin në lidhje me shkollën e fshatit Velesht, ku ka të pandehur që akuzohen edhe për falsifikim dokumentesh, në të cilën mbetet të dëgjohet vetëm edhe një dëshmitar. Gjithashtu, kundër Merkos është duke u zhvilluar një gjyq në të cilin ai akuzohet për vendosjen e paligjshme të një memoriali përpara ndërtesës së komunës. Gjykata në Strugë një javë më parë mori vendim për lirim nga akuza për çështjen kundër Merkos lidhur me blerjen e një automjeti luksos për nevojat e komunës.